Është një ajet në Kur'an që i lartë madhëshmi thot: "Wa man yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa al-qulub." Ai i cili madhron simbolet e Allahut, ajo është zemra e devotshme. Edhe ajeti tjetër thot: "Wa man yu'azzim hurumati Allahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih." Ai i cili madhështon ndalesat e Zotit, ajo është më e mirë për të tek Zoti i tij. Prandaj ne duhet që t'i madhrojmë ndalesat e Zotit. Shikoni njerëzit, kur është një mbret i dishëm, i drejtë, i mëshirshëm, njerëzit i madhrojnë ndalesat e tij. Kur ai vendos ndalesa, edhe ka faktikisht i ka ndalesat e mirëfillta, ndalesa më fut në zona caktuara, apo gjërat kësaj natyre më fut në kuqen e kështu me radhë, gjithë njerëzit i madhrojnë këto. Po më parsore është ndalesat e krijuesit. Sa aty ndalesa i ka vendosur që neve të na disiplinoj, të na edukoj, të na udhëheq ka e dobishmja, të na largoj për gjëra të dëmshme. Prandaj shohim që disa njerëz nuk i madhrojnë ndalesat e Allahut, madje tallen me to, madje bëjnë edhe shaka me to. Njëra prej tyre, prej ndalesa ne e dim gjithë që është edhe hajnia. Është haram me vjedh, gjithë e dim. Edhe me vjedh është prej ndalesave më të rënda. Dhe prej krimeve të rënda, saqë edhe dënimi që është përcaktuar në Kur'an është shumë i rëndë për hajnat, sepse vepra e tyre është e rëndë, mund shkaktojnë vrasje, dëmtime, gjithë e kemi parasysh. Kurse disa njerëz as që nuk e madhrojnë hajnin, saqë mendojnë pse e përmendin emrin e Zotit, gjatë hajnis mendojnë që bëhet e lejuar. Përkundrazi, ai i cili vjedh me emrin e Zotit, pra thot bismillah, se bismillah i bën në emër të Allahut. Ai jo vetëm që nuk ja pakson vetës mëkatin, po edhe ja rrit mëkatin. Se kjo përveç që është mëkati i hajnis, është mëkati i mosmadhrimit ndalesat e Allahut. Po ai përmend Allahun për një vepër shumë të keqe, për një vepër në dytë, edhe nuk madhron Allahun me atë gjë. Prandaj kjo është një mëkat shumë i madh. Nuk është hajni vetëm hajnia që njohim ne me thy dritaren me vjedh ari, ajo është. Po hajnia është edhe me vjedh rrym. Madje është edhe hajnia edhe më e keqe. Sepse ai që e vjedh në një lokale e ka vjedh një person, kurse ai që e vjedh rrymën e ka vjedh komplet popullin. E ka vjedh pasurinë e popullit. Prandaj duhet kemi respekt për ndalesat e Allahut, edhe të respektojmë ato, se Allah është ai që vendos ndalesat me urtësinë më të madhe për dobinë tonë, për lumturinë tonë, edhe nëse mendjet tona nuk arrin ta perceptojnë.